Në shumë kultura e fe të botës përshkruhet një vend prallor I njohur si Eden. Ky vend ka tërhequr vëmendjen e studiuesve dhe kërkuesve që për shekuj të tërë kanë studiuar e analizuar tekste të shenjta, dokumenta të lashta e tradita mitologjike. Të gjitha dëshmitë tregojnë për një kohë kur njerëzimi jetonte në harmoni me natyrën, në një vend të bekuar e të begatë. Në tekstin e Zanafillës tregohet për një parajs toksore ku Adami dhe Eva jetonin të lumtur. Në mitologjitë e vjetra dhe librat e shenjtë ka histori të ngjashme. Kemi folur për këtë në videon me titull 3 histori të ngjashme për krijimin që e gjeni në këtë kanal. Çështja qëndron në këndvështrimin e leximit të tyre, pra si dokumenta apo dëshmi të epokave të largëta ku dia dhe njohuria transmetoheshin me stil të veçantë letrar. Për shumë vjet kërkuesit kanë kërkuar të identifikojnë se ku ndodhej ky vend I mrekullueshëm I quajtur Eden. Duke I referuar Biblës, për shembull, disa kërkues e vendosin këtë vend në Mesopotami, diku midis lumenjve Tigri dhe Eufrat, për të cilin flitet shumë në Testamentin e Vjetër. Të tjerë e kanë vendosur këtë vend në Afrikë, Iran apo Sudanin e tanishëm. Në 30 shtator 1994, një barik kurd ishte me tufën e tij në Turqinë Jugore pranë kufirit me Sirin. Gjatë kohës që po pushonte, vuri re një gur të madh që I tërhoqi vëmendjen. Hodhi syt rreth e rrotull dhe vuri re se kishte shumë gur të tillë të madhësive të ndryshme që dilnin nga rëra. Kur u kthye në fshat, ju tha njerëzve se çfarë kishte parë. Lajmi u përhap në fshat dhe arriti edhe te një kujdestar I muzeut në San Lurfa që u bë kureshtar dhe vendosi të kontaktojë Institutin Gjerman të Arkeologjisë në Stamboll që dërgoi një ekspedit kërkuesish. Sa po mbrita dhe pash gurët, e kuptova që nëse nuk do të ikja që aty menjëherë, do të mbetesha aty në vazhdim të jetës sime. Këto janë fjalët e arkeologut gjerman Klaus Schmidt, I cili deri kur vdiq në vitin 2014 nuk I është ndarë këtij vendi. Ai sa po mbriti aty në sajt e eksperiencës së tij e kuptoi rëndësinë e asaj që ishte aty, aq sa vendosi të dedikojë jetën e tij studimit të këtij vendi të pabesueshëm. Sot, pjesa më e madhe e studiuesve mendon që Göbekli Tepe në Turqi është një zbulim I jashtëzakonshëm. Arkeologu David Louis Williams, për shembull, e konsideron si zona arkeologjike më e rëndësishme në botë. Göbekli Tepe është një vend në pamje të parë I thjeshtë, gurët e zbuluar rastësisht nga bariu përbëjnë pjesën e sipërme të megaliteve të modeluara si gërma të ngjashme me gurët në Stonehenge. Pjesa më e madhe e këtyre gurëve të mëdhej është e gdhëndur me pamje të detajuara, kryesisht të derrave, rrosave, gjarprinj të përdredhur dhe me skena gjuetie e lojrash. Disa megalite paraqesin karkaleca e luan. Një veçanti interesante është që disa gurë duket se tregojnë forma njerëzore me krah që shkojnë poshtë. Si u ndërtua? Kjo është pyetja e parë që lind. Dihet që rrota ka lindur rreth 5000 vjet para Krishtit, pra ata që e ndërtuan Göbekli Tepe, ndryshe nga civilizimet e mëvonshme, zyrtarisht nuk e njihnin atë. Pra, nuk e kishin këtë mundësi të përdorimit të saj. Por ka edhe më shumë. Edhe përdorimi I kafshëve tërheqëse ka hyrë akoma më pas në kohë, pra nuk mund të përdorin kafshët dhe rrotat për transportin e gurëve të mëdhenj 15 deri në 16 tonë. Do të thotë që kanë transportuar deri në objekt dhe kanë montuar gjithçka me krah, pa ndihmën e kafshëve ose rrotave. Tjetër detaj është që po të shikosh gurët e gdhëndur, kupton që janë krijuar figura në basorelief duke hequr materialin e tepërt nga gurët. Basorelief janë parë, por këtu ka edhe alto relief. Pyetja është, sa antike janë këto? Historia zyrtare tregon se basorelievet I përkasin periudhës mbas 7000 vjet para Krishtit, periudhës kur historia tradicionale thot se ka lindur metalurgjia, pra dhe mundësia që njerëzimi të përdorte instrumenta metalik për këto skulptura. Por Göbekli Tepe është 2-3000 vjet më I vjetër se lindja e metalurgjisë, pra në kohën e ndërtimit nuk dispononin instrumenta metalik. Janë gjetur instrumenta obsidiani të papërpunuara në formë natyrale që mund të jenë përdorur, por origjina e tyre mund të jetë
500 km larg, jo komode për të gjetur vegla puna në atë kohë. Për sa i përket funksionit të tij, shumë mendojnë që mund të ketë qenë një tempull ose vend rritesh. Por gërmimet e reja kanë nxjerrë në dritë struktura që të kujtojnë banesa të lashta me sisteme ujërash dhe zjarri. Kësaj duhet shtuar që ullumtimet gjeomagnetike sugjerojnë që mund të jenë qindra gur të tjera akoma të mbuluar nën tokë. Vlerësohet se deri tani mund të jetë zbuluar vetëm 5% e gjithë zonës arkeologjike. Ajo që e bën Göbekli Tepe të veçantë është vjetërsia e tij. Studimi me karbon tregon që kompleksi është 12.000 vjeçar, ndoshta edhe 13.000. Kjo tregon që është ndërtuar 10.000 vjet para Krishtit. Për krahasim, piramidat e Gizës janë ndërtuar 2500 vjet para Krishtit, ndërsa Stonehenge 3500 vjet para Krishtit. Por ç'lidhje ka zona arkeologjike e Göbekli Tepe me kërkimet për Eden? Ja çfarë thot shkrimtari dhe gazetari Tom Knox. Ditën që mbritat e gërmimet, arkeologët po nxirrin nga toka artefakte të pabesueshme. Ndërsa këto skulptura dilnin në dritë, kuptova që isha një nga personat e parë që i shikoja që nga fundi i erës së akullt. Pikërisht atëherë më lindi një mendim intrigues. Ndërsa pinim çaj të zi shërbyer në tendat e ngritura pikërisht pranë megaliteve, Klaus Schmidt më tha që sipas tij, ky vend duhet të ishte vendi i kopshtit të Edenit biblik. Specifikisht më tha: Göbekli Tepe është një tempull në Eden. Zanafilla tregon që Eden ndodhej në perëndim të Sirisë dhe përshkrohej nga 4 lumej, mes tyre Tigri dhe Eufrati. Göbekli Tepe ndodhet pikërisht midis Tigrit dhe Eufratit. Në një tjetër libër të Testamentit të Vjetër flitet për disa fëmijë të Eden që ndodheshin në Tel Assar, një qytet në Sirinë veriore, dhe Göbekli Tepe ndodhet pak kilometra nga kufiri sirian. Vetë fjala Eden që ka rrënjë sumere, që do të thotë fush, gjen ngjashmëri perfekte me Göbekli Tepe që ndodhet në fushën Harlam. Provat që bashkojnë Göbekli Tepe me Eden të përshkruara në testet e shenjta bashkohen dhe e bëjnë gjithçka shumë tërheqëse. Göbekli Tepe del si një tempull autentik në Eden, një vend i ndërtuar nga një civilitet i lashtë, një vend ku individ të jashtëzakonshëm i dedikonin ekzistencën e tyre artit, arkitekturës dhe ritualeve. Një botë e qetë dhe e shkëlqyer që u përmbys. Dikur kjo zonë kishte pasuri natyrore të shkëlqyera, botë të pasur me kafshë e shpend të egra. Rreth 10.000 vjet më parë, shkretëtira kurde ishte një parajs në tokë. Parë nga ky këndvështrimi, narrativa e Eden te Zanafilla pikturon një pamje epike. Një njerëzim që jetonte në epokën e pafajësisë, në një kornizë gjuetarësh dhe grumbulluesish, pastaj në një moment të rëndësishëm diçka ka ndodhur. Njerëzimi bie në një jetë më të ashpër duke ju kushtuar bujqësisë për të përballuar jetesën. Format e para të agrikulturës kërkonin mundim të jashtëzakonshëm ndryshe nga jeta me gjueti. Rajoni në fjalë është gur themelor në krijimin e bujqësisë. Format e para të kultivimit, hap epokal për njerëzimin, kanë nisur pikërisht në këto fusha që mund të konsiderohen foleja e agrikulturës. Edhe drithërat e gjejnë origjinën e tyre në këto zona. Por, ka edhe një mister që mbështjell Göbekli Tepe, zhdukja e papritur. Nga analiza e vendit, është zbuluar se është groposur vullnetarisht, por nuk dihet motivi. Pyetja se pse Göbekli Tepe është groposur qëllimisht është një nga enigmat më intriguese të arkeologjisë. Imagjinoni që këtë mrekulli e mbulojnë papritur sikur duhen t'ia fshehin dikujt. Një nga teoritë më të pranueshme thotë se groposja mund të jetë motivuar nga arsye rituale ose fetare. Një teori tjetër e shikon braktisjen e Göbekli Tepe në një ndryshim ambiental. Ndoshta burimet ushqimore po shteronin, klima po ashpërsoi dhe rajoni po bëhej i pabanueshëm duke i detyruar komunitetin të largojë e të mbyllte tempullin. Pra, arsyeja e groposjes ishte për ta mbrojtur nga shkatërrimi dhe grabitja. Motivi eksakt nuk dihet, por ky zbulim tregon që historia jon duhet rishkruar. Në fund mbetet çështja më intrigante. Göbekli Tepe është dëshmia e një epoke të humbur? Është dëshmia e Eden, parajsës toksore, këtij vendi magjepsës që ka shumë kultura e përmendin? Ky është vendi ku specia jon ka origjinën? Çfarë tjetër fshihet nën tokë në 95% ende të pazbuluar? Si mendoni ju për këto që folëm?
Jepni mendimin tuaj në komente, bëni pyetje, shprehni dëshirat për temat e videove të ardhshme. Nëse video ju pëlqeu, klikoni më pëlqen, shpërndajeni videon dhe regjistroni në kanal për të nxjerrur video të tjera. Takohemi në videon e ardhshme.